Dhoma e përfaqësuesve e Kongresit Amerikan zhvilloi dje një seancë dëshmish me protagonistë të luftës kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave. Me së pranishmëve ishte edhe aktoreja Nicole Kidman, ambasadore e vullnetit të mirë për UNIFEM-in, fondi i zhvillimit të OKB-s për gratë. Bashkëndimi i politikave qeveritare dhe jo qeveritare ishte një nga përparësitë që u theksuan në takimin e dieshëm. Kolega Mirela Milori na sjell hollësi nga diskutimet në seancë. Violence against women should concern all of us. Dhuna ndaj grave duhet të konsiderohet nga të gjithë ne si diçka e padrejtë, jo civile dhe imorale. Me këto fjalë do të niste seancën dëgjimore në Kongres, kryetari i Komisionit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, William Delahunt. Të pranishmit sollën gjatë orëve të dëshmive të tyre, historitë, arritjet, përpjekjet dhe atë çka mbetet ende për të bërë përballë këtij fenomeni social, i cili është pjesë e dhimbshme e realitetit në shumë vende. Mes atyre që folën ishte edhe aktoria Nicole Kidman, ambasadore e vullnetit të mirë për UNIFEM-in që nga viti 2006. Të rastet që ajo përmendi ishin dhunimet në Kosovë gjatë konfliktit të vitit 1999. I visited Kosovo. I met and listened to women sharing experiences. One of them told me how she was raped repeatedly and abused by soldiers, leaving her with lasting physical and psychological scars. Në rastet që dëgjova në Kosovë, ishte një grua e cila ishte dhunuar si taktik lufte në mënyrë sistematike gjatë konfliktit. Dhuna i la trauma fizike dhe psikologjike dhe si pasojë ajo mbeti dhe shtatzënë. Ajo nuk qëndroi e heshtur, por së bashku me gra të tjera dëshmoi në gjykatën për krimet e luftës në Jugosllavi. Dëshmia e saj u klasifikua si dhunim në kohë lufte, çka përbën krim ndaj njerëzimit. Folës të tjerë sollën dëshmi të ngjashme nga puna dhe veprimtaria e tyre kudo në botë. Ligjvënësi amerikane Janice Sharkovsky tha: Hearing is critical because it's too easy to dismiss violence against women as a product of cultural differences or as a byproduct of war or Dhuna ndaj grave nuk është çështje vetëm e grave. Ajo nuk duhet të shihet si produkt i kulturave të ndryshme, diferencave apo luftrave. Dhuna ndaj grave është tragjedi njerëzore me pasoja të shumta. Or Claudina from Guatemala, a 19-year-old student studying to become a lawyer. Do të sjell rastin e Claudinës nga Guatemala, 19 vjeçares, studente e juridikut, që u vra pasi denoncoi një përdhunim, i cili nuk u hetua kurrë nga autoritetet. Vetëm gjatë vitit të kaluar, në Shtetet e Bashkuara, u denoncuan 89.000 raste të përdhunimeve, tha zonja Sharkovsky. Në seancën e dieshme, dëshmuan dhe Malika Dat e shoqatës Breakthrough dhe ambasadorja për çështjet globale të grave në Departamentin e Shtetit Melanie Verveer. Presidentja e organizatës Shared Hope International, Linda Smith, paraqiti angazhimin e madh të qeverisë amerikane për të krijuar një strategji për të luftuar dhunën në vendet ku ka një nivel të lartë të dhunës ndaj grave dhe vajzave. Arsimimi, politika të rrepta shtetërore për abuzuesit e grave, si dhe një punë e bashkërenduar e organismave qeveritare dhe atyre jo qeveritare, ishin disa nga faktorët që u cilësuan si prioritar për angazhimin kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave. Për Zërin e Amerikës, Mirela Milori, Washington.